Baba Dede Edmond Brahimaj ka dhënë detaje mbi ecurinë e hapave për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri pas propozimit të bërë nga kryeministri Edi Rama. Në një intervistë televizive, Baba Mondi u shpreh se projekti ka mbështetjen e plot miqve të komunitetit, përfshirë komunitetin musliman dhe atë ortodoks, me të cilët është nënshkruar një marrëveshje për të themeluar një seli botërore të bektashizmit dhe për t'i dhënë këtij komuniteti një status global. Miqt na mbështesin pasi ne nuk jemi faktor ndarës, jemi dashamirës të paqes. Komuniteti musliman e ka nënshkruar, komuniteti ortodoks gjithashtu e ka nënshkruar marrëveshjen që kanë bërë me ta që bektashizmi të ketë një seli botërore që të marrë status global, kështu që ne nuk jemi në luftë me askënd, luftojmë për veten tonë, të jemi paqësor, zemërmirë, të edukojmë njerëzit që të kenë dieni dhe jo ignorancë, sepse siç dihet, tre armiqt kryesorë të njerëzimit janë ignoranca, varfëria dhe egoizmi individual, shprehet Baba Mondi. Në vazhdim, ai sqaron ecurinë e planit kryeministrit Rama për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri, duke theksuar se janë formuar grupe pune të përbashkëta mes përfaqësuesve të qeverisë dhe komunitetit bektashian. Përveç asaj që kryeministri foli në OKB, procesi po vazhdon, është tani në dorën e autoriteteve të ecin përpara. Na është dhënë informacion që kjo do të ndodhë dhe shumë përfaqësues të kryegjyshatës botërore po punojnë në bashkëpunim me grupe pune të qeverisë për të sjellë një vendim dhe një dekret mbi këtë çështje. Nëse do të jetë një shtet apo një mini shtet, do të jetë një vendim zyrtar. Ne nuk e di mende sepse janë ata që do të vendosin për të ardhmen e bektashizmit në Shqipëri. Ata do të kërkojnë zgjidhjen më të arsyeshme, pa shkelje kushtetuese apo kundërshti ligjore. Vetëm kryeministri dhe grupi i iniciativës e din saktësisht se si do të ecet përpara, përfundon Baba Mondi.